Është erdhët në Profetit Superligën e Basketbollit të Kosovës në ndeshjen ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Sigal Prishtinës. Minutën e pjesë e ekipit Musafir Sigal Prishtina me numër 23 Muhamet Ali Anieva, me numër 7 Fabri Vaveli, me numër 1 Ariana Zeli, me numër 2 Andre First, me numër 6 Valia Katuke, me numër 17 Gjiri Zeredi, me numër 16 Adriani Dishe, me numër 24 Lep Autrej, me numër 27 Bani Syra, me numër 33 Nevedin Krana, me numër 34 Badi Steve, me numër 44 Zoran Polosh. Zoran dhe Zubrinje, pjesë në ekipin e Golden Eagle Yllit, me numër 6 kapiteni Kualkës, Zeren Marina, me numër 1 Ljes Shoshi, me numër 4 Joey Rings, me numër 5 Altin Gashi, me numër 7 Altin Shala, me numër 8 Brendan Hoffman, me numër 10 Ariana Solaku, me numër 15 Shikra Amriku, me numër 20 A jeni të mni? Mas himnit hiuna. Dhe më thonë që ta është garantë, është himni edhe vazhdoj mandeuna. Thanks. Zona në primë lutë pjene në kam për himin e Republikës së Kosovës. Përshëndetje të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, pritjes i erdhi fundi dhe Pro Kredit Superliga tashmë po starton me një super ndeshje. Golden Eagle Ylli Sigal Prishtina do ta hapin këtë edicion i cili pritet të jetë një nga edicionet më kualitative që i kemi parë viteve të fundit. Kjo për shkak të seriozitetit që klubet e kanë treguar gjatë verës dhe me përforcimet që i kanë bërë e sidomos pika kryesore mund të themi këtë edicion janë trajnerët, super trajner, trajner kualitativ kanë ardhur në Kosovë dhe ky me të vërtet do të jetë një edicion ku të shohim duelin e trajnerëve e kjo do të na sjellë ndeshje fantastike. Po i shohim tashmë skuadrat e këtij edicioni: Sigal Prishtina, Go Plus Bea, Bashkimi Golden Eagle Ylli Treqa, vllaznimi Bora dhe skuadra më e re e Superligës Raveci 021, 029 apo ish Grejplendit të cilët e kanë ndryshuar emrin për Superligë. Ndërsa në plan parë po i shohim edhe dy trajner grek në njërën anë, emër i njohur për basketbollin kosovar, Fotis Takjanos, i cili ka punuar edhe më herët, ka pasur suksese në Kosovë, ndërsa në anën tjetër Mihajlis Kakjuzis, trajneri i skuadrës Sigal Prishtinës, i cili njihet për karrierën e tij si një nga lojtar më të mirë të Greqisë, ishte kapiteni i Greqisë në periudhën e artë të përfaqësueses helene. Pra, duke e fituar Eurobasketin në vitin 2005, duke e siguruar medaljen e argjend në botrorin e vitit 2006, ku Greqia e kishte mposhtur edhe SBA-n, ndërsa pas përfundimit të karrierës së tij si
lojtar Kakiusis ka vazhduar punën si trajner, ndërsa e ka ndërtuar edhe një skuadër me të vërtet kualitative, Sigal Prishtina në mesjavë, pra e zhvilloi duelin e parë në kuadrën të IMBL-it, ku edhe arriti fitoren me një paraqitje me të vërtet fantastike. Pa humbur më tepër kohë, ju njoftoi edhe me formacionet e të dyja skuadrave. Trajneri Takianos luan me këtë përbërje, pra Liz Shoshi, Pashiqa, Tingashi, Simorina, Altin Shalja, Brandon Huffman, Arjan Qallaku, Shikran Ahmeti, Joe Reese, Larry Thomas, Trevor Allen, si dhe i rikthyer në Theran, Erion Kastrati, i cili u përshëndet edhe nga publiku me duat vëmendje të forta në prezantim, duke mjaft të lumtur Theranda si për ardhjen e Kastratit. Në anën tjetër, skuadra e Sigal Prishtinës do të luan me këtë përbërje Adrio Bailey, Ariana Zemi, Deandre Burns, Valmir Kakruki, Liri Zenili, Adjani Bishi, Mohamed Ali Janjeva, Lam Autry, Mike Syla, Klebi Kramer, Bardi Strefi, si dhe Don Poloshka, i cili sezonin e kaluar pati paraqitjet fenomenale me vllaznimin dhe pikërisht kundër Sigal Prishtinës e fitoi ligën unike në kryeqytet, në qytetin e tij, dhe arriti që t'i sjella trofeun historik skuadrës së vllaznimit, ndërsa këtë edicion ka vendosur që të rikthehet në vendlindje në Prishtinë, dhe edhe me Prishtinën në mesjavë pati paraqitje, pra në duelin në kuadrë të IMBL-it. Me të vërtet ishte fantastik doni në momente vendimtare, e tha fjalën kryesore ashtu siç bënte edhe sezonin e kaluar tek skuadra e vllaznimit. Me të vërtet një sezon mjaft kualitative na pret para shumë skuadra, pra kosovare i ka zhvilluar edhe ndeshjet miqësore, ndërsa e kemi parë edhe takimet ndërmjet dy finalistëve të vitit të kaluar, Trepçës e Bashkimit, që kanë qenë ndeshje me të vërtet të forta, dhe kjo tregon që të gjitha skuadrat janë të super përforcuara, po e shohim pesën statuese të skuadrës së Golden Eagle, Lovre Bashic, starton Simorina, Huffman, Allen dhe Erion Kastrati, ndërsa në anën tjetër tek Sigal Prishtina startojnë Azemi Burns, Janjeva, Autry dhe Istrefi. Mohamed Ali Janjeva sot kapiten i skuadrës në mungesë të Daniel Legndreajt, i cili vazhdon të jetë i lënduar pra këtë edicion kapiteni i skuadrës Sigal Prishtinës. Do të jetë Daniel Legndreaj. Në anën tjetër Simorinën që vazhdon të e udhëheq skuadrën e Golden Eagle yllit. Gjithçka gati për të startuar ndeshja. Shohim se cila nga skuadra do të e arrijë fitoren e parë të këtij edicioni. Në program 3 ndeshje tjera të jenë nesër. Vllaznimi Bashkimi, Trepça Pea dhe Bora. Rahoveci 0-29 luajnë nesër, ndërsa dueli pra Vllaznimi Bashkimi do të zhvillohet në Prizren për shkak të problemeve me palestër në Gjakov. Gjithçka gati për të startuar dhe topi parë në duart e kapitenit të skuadrës së Golden Eagle yllit. Starton edicioni i ri i Procredit Superligës, me të vërtet i shumë pritur ky edicion. Dhe u spekulua goxha shumë a do të fillon apo jo. Starton me gjirën e parë, megjithatë do të jenë 2 javë pushim deri me datën 18-19 kur do të vazhdon edicioni për shkak të
zgjedhjeve palestra do t'jenë të zëna. Bashic bukur e kthen ato blokad monstruoze e Kramer nuk lejoj të realizon pikë të lehta aty. Hoffman vjen tentimi për 3. Ka treshe gjithsesi, Janjeva e ka marrë topin në kosh. Nuk e lejon Bashic aty pasimin e blokon. Gjithsesi topi do të vazhdojnë të takojnë skuadrës së Sigal Prishtinës. Kramer tek Azemi. Janjeva. Burns dalet në gjysmë distancë, kësaj radhe nuk është i sakt. Kësaj parë pasimin e Hoffman tek Bashic. Bashic dëgjuan për 3. Është i sakt. 5 pikët e para edhe të skuadrës Golden Eagle Ylit. Lovre Bashic ai që qëlloj. Janjeva tek Autri. Shkon disi ai pasimi Kramer tek Janjeva. Sekondat e fundit të aksionit do të shkon vetë deri në fund. Muhamet Ali Janjeva nuk arriti të realizon. Marrin topin vendasit. Zemorina tek Hoffman. Te Hoffman i dyvishuar ka personale. Është Burns ai që ka shkaktuar personale. Burns i cili ishte fenomenal në mes javë me 30 pikë të realizuara. Në tentimi i Allen nuk qëllon treshen, mbetet 3-2. Autri. Kramer deri në fund shkon, realizon. Bashic. Tek Zemorina. Hoffman. Nuk arriti të e pranon ato. Fillon jashtë. Shojmë edhe një herë Burns dhe Kramer aty bën presion teksa topi doli jashtë e pam nga këmba e Hoffman. Autri. Azemi. Gjuan për 3. Arian Azemi nuk arrin të realizon. Kramer me i lartë në kërcim. Njerë këthen topin tek. Azemi nuk qëllon, por pikët do të pranohen nga Arian Azemi pasi Allen e preku tabelën. Ky është momenti. 3-6 në start të përballjes. Kastrati. Jo Kastrati. Dalet me personale. Kastrati që rikthehet pas 3 sezoneve tek Trepqa në vendin ku shkëlqeu. Dhe i pati ato ditët e arta të tij. Do të shoj ma do të rikthehet ajo formë e Erion Kastratit të Golden Eagle Yli. Temi Bashic për 3 airballi ti kësaj radhe. Bëjtë 3-6 rezultati. Kur kanë kaluar tashmë 3 minutat e para të përballjes së parë të këtij edicioni në Pro Credit Super League. Rada personale e Erion Kastratit e ngridorën me një herë. Shohim Kakizis plan të parë.
Burns. MT Burns në gjysmë distancë, nuk qëllon, topi kthehet në duart e tij. Megjithatë, merr topin Janjeva. Autry, bukur te Kramer, i cili ndalet me personale. Është personale e Hoffman, që i jep 2 të lira. 7 lartit Kramer. Qëllon në tentimin e parë. Sakt në të dytën. Kramer të kësaj luft për atop. MT do të vazhdojnë të takojnë ekipit të Golden Eagle-ut për shohim pressing në gjithë fushën. Luan në këto momente skuadra e Sigal Prishtinës. Dashiq. Kastrati tek Morina. Vojtje e mirë e Autry, gjithsesi topi do të vazhdojnë të takojnë skuadrës Golden Eagle-ut. Allen. Bashic. Kthen tek Hoffman topin bukur për të realizuar në sekondën e fundit të aksionit për 5-7. Autry. MT Autry. Pa faul në solin nga Kramer, vendoset aty Rian Kastrati. E priti pikërisht Kastrati 7 lartin Kramer, duke e fituar atë faul në sol. Pak pikë të realizuara në këto minutat e para të ndeshjes. 5 minuta kanë kaluar, 5-7. Allen. Duke që ka shkelur vjen. Shohim edhe njerë momentin topi humbur nga Allen. Janjeva. Burns. Deri në fund nuk realizon as Kramer, nuk arrin të e përmirëson tentoi me ngulitje të bën këtë gjë. Vendentimi për treshën nga Gzim Morina nuk qëllon teksa duket që ka faul nga Hoffman. Pikërisht është ai që ka shkaktuar personalen ndaj Kramer. Ngritet futet në lojë Liz Shoshi. Nga Hoffman. Kësa jep këshillat e fundit trajneri Tis Takjanës Azemi. Tek Janjeva. Mohamed Ali Janjeva. Kramer edhe një herë tek Arjan Azemi, e qenë depërtimin e kthen bukur topin tek Kramer, i cili realizon aksioni bukur nga Arjan Azemi, asistimi i tij perfekt për Kramer. Bashic.
Tek Shoshi për një tjetër aksion të bukur në anën tjetër. Liz Shoshi me ngulitje në prekjen e parë të topit të tij sonte. Në anën tjetër nga gjysmë distanca, Autry tentoi. Nuk arriti të realizon, teksa dhe një tjetër personale Kramer. Problem me personale të dyja qendrat, edhe Hoffman i Yllit edhe Kramer. Bashic. Kastrati. Erion Kastrati. Teberton. Gjithsesi topi përfundoi jashtë, nuk arriti të realizon. Janjeva do të gjuan për 3, nuk është i sakt Kramer. Autry, bukur të Kramer. Blokohen nga Liz Shoshi për të ndezur edhe atmosferën në 13 qershori. Kastrati ndalet në gjysmë distancë dhe realizon. Erion Kastrati për të barazuar gjithçka në 9-9. Kur janë edhe 3 minuta deri në përfundim të çerekut të parë. Autry. Tek Azemi. Ariana Azemi. Në duke ndër Burns. Në gjysmë distanca nuk qëllon Burns. Liz Shoshi kontrollon gjithçka. Strati. Bukur tek Shoshi deri në fund. Personale tjetër e Kramer. Do të kemi zëvendësime teksa është ndezur atmosfera në palestër. Rees në lojë në vend të Gzim Morinës, teksa zëvendësimi 3 fish tek skuadra e Sigal Prishtinës. Valmir Kakruki, Dom Polloshka janë në lojë si dhe Bailey. Liz Shoshi në vjen e gjuajtje së lirë. Nuk qëllon në tentimin e parë. Është i saktë të dytën. Kakruki. Valmir Kakruki. Ato tek Bailey që gjuan nga gjysmë distanca, nuk është i saktë. Ka personale. Do tjetë në vjen i gjuajtje së lirë. Andrea Bailey. Nuk është i saktë në tentimin e parë. Dytën e qëllon për 10-10, gjithçka baraz. Bashic. Allen. Kastrati, bukur Erion Kastrati. Solo akcioni ti për shkuar deri në fund. Duke që rikthimi tek Golden Eagle Ylli do të rikthen edhe Erionin e vjetër, teksa Dom Polloshka pa i komplikuar gjërat, shkon vetë deri në fund, realizon për të përgjigjur. 12-12. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Kastrati. Ize bukur e ti deri në fund, nuk qëllon. Lufton për atop. Fëndon jashtë topi. Eksa e shohim Kastratin në disponim të mirë.
E përshëndetet edhe nga publiku, e thash në fillim me duar trokitje të forta u pret prezantimi i Erionit në fillim të ndeshjes. Don Poloshka. Faul. Lovre Bashić është ai që ka shkaktuar personale, sa Valmir Kakruki do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Me lojë Larry Thomas, gjithashtu emër i njohur për publikun kosovar, ish lojtari i Peës e Trepçës. Tashmë rikthehet në Kosovë te Golden Eagle Ylli. Kakruki është i saktë në tentimin e tij të parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Sakt Kakruki edhe në të dytën. Thomas. Erion Kajstrati. Nuk shkon pasimi i tij tek Liz Shoshi. Gjithsesi, Bailey është ai që ka luajtur i fundit. Në 6 sekonda do t'i ketë në dispozicion skuadra e Yllit. Shoshi. Gjuan. Është i saktë Kakruki. Bukur ai topi Don Poloshkës për Autri, i cili shkon deri në fund, realizon për 12-16 një shkëputje e lehtë të skuadrës Sigaj Prishtinës në këto momente. Thomas. Tek Liz Shoshi. Nuk u kuptuan Thomas dhe Shoshi. Nuk arriti të realizon nga afërsia aty. Liz Shoshi. Shkojnë me sojnë të zgjatur. Azemi. Kakruki. Ize bukur e Valmir Kakruki, i cili realizon. Edhe Kakruki rikthehet tek Prishtina. Erion Kajstrati shkon deri në fund, nuk arriti të qëllon për 3, përfundon qereku i parë 12-18 shkëputje e Prishtinës vetëm në minutat e fundit të këtij qereku, thuaj i gjithë 10 minutë që shkoi i paraspërshuar. Rikthehemi pas timeoutit.
Atër gjithçka gati për startuar edhe qereku i dytë i ndeshjes iniciative lekë të skuadrës së Sigal Prishtinës vetëm në minutat e fundit qereku të parë lojë bara speshuar ishte gjatë këtyre 10 minutave, po shohim statistikat e Erion Kastratit, 4 pikë të tij pas 10 minutave, më i dalluari tek Ylli, tek Prishtina me 5 pikë po luan Kramer, i cili është në bankën e zero pasi është ngarkuar tash me 3 personale, teksa vijnë me një pikë të Bailey në kosh. 10-20 Kastrati. Simi fort i tij për Larry Thomasin. Kastrati e Thomas kanë qenë bashkë edhe tek Tripça. Autry. Poloshka tek Kruki. Bukur e tek Bailey, i cili realizon në kosh. Tashmë krijohet e bërësia dy shifrore e skuadrës së Sigal Prishtinës. 12-22 po vazhdojnë ekipi Krye Qytetas aty ku e lanë në fund qereku të parë. Bailey ka luajtur i fundit. Edhe më tej topi vazhdon të i takon skuadrës së Golden Eagle Yllit. Kastrati tek Thomas. Allen. Topi humbur i tij Autry. Teksa ngatrohet me top edhe ka Kruki, topi përfundon jashtë. Tjetër gabim në anën tjetër vjen dy topa të humbur radhazi. Thomas. Reese. Larry Thomas. Kastrati. Liz Shoshi. Bukur tek Reese, i cili me ngulitje përfundon aksionin. Aksion i bukur i skuadrës Golden Eagle Yllit, pikë të para në qerikun e dytë të randazve. Autry ka Zemi. Ariana Zemi ka Kruki. Poloshka. Bukur të ka Kruki që blokohet nga Liz Shoshi. Don Poloshka gjithsesi e merr ato. Përfundojnë sekundat e aksionit. Tek skuadra e Sigal Prishtinës nuk arriti që të gjuan Bailey. Thomas. Reese tek Larry Thomas. Topi humbur i Larry Thomas direkt në duart e Ariana Zemi që të shkon deri në fund, realizon Ariana Zemi gabime të shumta të skuadrës së Golden Eagle Yllit. 5 topa të humbur dhe me njëherë reagon trajneri Fotis Takianos me time-out pas këtyre gabimeve radhazit të Ferrandazve. Kthehemi pas time-outit.
Shohim statistikat e Ariana Zemit, 4 pikë të tij. Ndërsa po e shohim skuadrën e Sigal Prishtinës që po bën presion në gjithë fushën. Bashic. Rion Kastrati, Ellen, Bashic, Ellen, Kastrati, gjuan për 3. I shkurtër nuk realizoi, por topi u kthye në duart e tij dhe asiston për Reese. 16-24. Shmë skuadra e Golden Eagle Lillit në ndjekje të rezultatit. Poloshka tek Kakruki. Nuk arriti të e pranon në top Elmir Kakrukit. Teksa vjen tjetër aksioni bukur i skuadrës së Golden Eagle Lillit. Edhe një tjetër ngulitje e Reese, asistimi Elias Shoshit. Afrohen vendasit në rezultat për 18-24. Poloshka. Bailey. Kakruki. Personale e Ellen. Tobiletje të anash. Shohim edhe një momentin e personales Ellen teksa përgatitet futet të ndoj Arjan Qallaku tek Golden Eagle Lillit. Zëvendësohet Ellen. Azemi. Bukur të Kakruki, lëvizje e mire, Valmir Kakrukit, që shkon deri në fund. Edhe një herë është i sakt. Valmir Kakruki. Bashic. Tek Reese që gjuan për 3, nuk është i sakt. Topi në duart e Ariana Zemit. Burns. Dhe deri në fund, personale Elias Shoshit. Lira për DeAndre Burns, teksa Hoffman e zëvendëson Elias Shoshin. Edhe në anën tjetër ullët Ariana Zemi, Autry në loj. Qëllon në dëntimin e parë Burns. Edhe të dytën është i sakt. Kthehet e bërësia 2 shifrore si Sigal Prishtinës. Strati. Personale. E shohin Burns që po ankohet këtë personale. Reese deri në fund dalet me personale nga Valmir Kakruki. Nuk e lejon atë ngulitje të Reese. Nuk shkuan gjërat qysh i planifikoi Reese. E blokoi Kakruki. Gjithsesi 2 lira. Do t'janë për Joe Reese. Duhet i nervëzuar Burns
pas asaj personalje para prake, por Kastrati ka specialitetat lëvizje dhe nxjerr zakonisht personalen, do të mësohen edhe kundërshtarët, do të jetë edicion i gjatë. Actually tek Burns. Kruki. Don Poloshka për 3 pikë gjuan. Shëllon ka Kruki me lartë në vërsim. Daj gjithçka Autry. Bukur ai topi Autry tek Burns, i cili realizon 18-30. Po vazhdon loja më e mirë e skuadrës së Sigal Prishtinës. Tani topi vjedhu, lëvizje e mirë kundër sulm. Burns me asist perfekt për Bailey. Akcion fenomenal i skuadrës së Sigal Prishtinës e detyron bankën e Golden Eagle Yllit të kërkojnë time-out. E shohim edhe një herë mendimin e tabelës. Asistoi për Bailey. Si unë më i bukur deri më tani në këtë ndeshje. 18-32, 5 minuta e 14 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi pas time-outit. Shohim statistikat e Joe Reese që është ullur bashkë me Erion Kastratin për të pushuar paksa. Nësa të shohim a do të ketë përgjigje skuadra e Golden Eagle Yllit. Prishtina e ka marrë kontrollin e ndeshjes definitivisht që nga fundi i qereku të parë. Hoffman ka faul nga Don Poloshka që shkoi për të ndihmuar. Shohim edhe njerë momentin. Ngrit me njerë dorën Poloshka. 2 lira për Hoffman. E qëllan të parën. Hoffman i cili startojnë pas patja të 2 personale dhe ullë të pushon. Nuk është një sakt në të dytën e kishte shkelur dhe vjen që sësi. Janjeva në lojë është rikthyer tek Prishtina. Autry. Nuk shkon pasimi i Autry. Gjithsesi, topi vazhdon t'i takon skuadrës së Sigal Prishtinës në këmbë nga Arjan Qallaku. Bailey. Tjetër personale e Hoffman. Ersa do t'jenë 2 të lira. Bailey. Personale e tretë edhe Hoffman. Edhe 7 lartë i skuadrës së Golden Eagle Yllit. Parkohet më të tretën ashtu si Kramer i Prishtinës. Nuk shëllan Bailey në tentimin e tij të parë.
sakt në të dytën për 19-33. Në lojë kthehet Lies Shoshi pas personales së tretë Huffman. Nuk po ecin gjërat mirë definitivisht tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Sa Prishtina po e menaxhon shumë më mirë situatën. Qallaku nuk shkon pasimi mbrojtje e mire Muhamet Ali Janjevës. Bashic, sekundat e fundit të aksionit, Gzim Morina deri në fund, kapiteni shkon për të realizuar 21-33 pikë të para të Gzim Morinës. Bukur ai top tek Bailey, i cili nuk arriti të realizon teksa ka personale. Ariana Zemi është ai që ka shkaktuar personale. Sa Lovre Bashic do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë, ky është momenti personales Ariana Zemit. Qëllon në tentimin e parë Lovre Bashic. Në të dytën nuk është i sakt. Ketë edhe një tjetër gjuajtje të lirë, pasi që gjatë tentimit për 3. Azimi ndalje me personale. Në të tretën është i sakt për 23-33. Shkrijet e bërësia në 10, plus 14 është e bërësia më të skuadrës Sigal Prishtinës. Poloshka tek Janjeva, edhe njerë bukur e kthen topin. Janjeva tek Poloshka, i cili nuk arriti të qëllon për 3, ishte plotësisht i vetmuar. Bashic nuk shkon ai pasim tek Lies Shoshi. Simi fort nuk arriti të e pranon. Teksa mjaft i nervëzuar është Fotis Takianus. Pati shumë sulme të humbura. Skuadra e Golden Eagle Yllit, topi 7 i humbur, bukur. Asistimi Don Poloshkës për Bailey, i cili realizon 23-35. 3 minuta lojë deri në përfundim të pjesës së parë. Ellon tek Shoshi. Bashic, Gzim Morina për 3 pikë. Gjuan kapiteni për të ndezur atmosferën në palestër. Realizon 26-35. Tashmë ngjallet edhe publiku. Teksa e pam nuk i leja të pik Lies Shoshi. Bukur. Asistim perfekt i Gzim Morinës për Lies Shoshin. E kërkon për krahjen Gzim Morina. I duhet kjo Golden Eagle Yllit që t'jen më të motivuar. Gradualisht kthehen në lojë 28-35. E bërësia me thellë shkoj deri në plus 14. Megjithatë, gradualisht të shohim skuadrën e Fotis Takianus të rikthehet në lojë 28-35. Shohim edhe statistikat 2:31 deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi me njëherë pas timeoutit.
shohim edhe statistikat e Bailey, cili tashmë ka 10 pikë të realizuara. Me pikë dyshifrore. Mbrojtje mirë e Bashic, topi vjedhur i tij, më të koncentruar tani me lojtarët e skuadrës së Golden Eagle Yllit përgjigjen me lojë më të mirë. Zemorina për një tjetër treshe nuk është i sakt. Autry Mera top. Polushka. Vizet bukur e Bailey. Paksa nuk e vjedh edhe një herë topin. Bashic ndalet në gjysmë distancë. Autry nuk qëllon. Ndalë gjithçka. Playmakeri Lovre Bashic. Edhe një herë nuk arriti që ata lejop të konkretizon me pikë. Jes Shoshi e në anën tjetër shohim dalet për 3. Ariana Zemi dhe nuk arrit të realizon plotësisht i vetmuar, zgjodhi që të tenton për treshe. Bukur aty Ellen Day në fund nuk qëllon. Jes Shoshi për ta përmirësuar 30-35. Vetëm plus 5 si gaj Prishtina. Tashmë iniciativa në anën e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Minuta e fundit e pjesës së parë. Teksa tenton të nxjerrë aty personalen. Con challenge. Trajneri Fatis Takianus e pam Liz Shoshin që i tha nuk e kam prekur fare topin. Do të kemi rishikimin e rastit nga dyshe e referëve. Lusim regjin që të kemi edhe një herë. A kemi do një pamje tjetër? Jo. Nuk shihet po thoj. Atëherë e rishikuan rastin dyshe e referëve dhe vendimi mbetet që Liz Shoshi e ka prekur i fundit. Kalojnë 5 sekunda, mbrojtje mirë e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Edhe më tej gjërat po ecin mirë për Therandasi që gradualisht po rikthehen në lojë, ishin në disavantazh prej 14 pikëve gjatë këtij çereku. Bashic. Tej Bashic. Vetë deri në fund shkon. Nuk arriti të realizon, por ka personalin ndaj tij. Në vjen e gjojtjes së lirë. Lovre Bashic edhe më parë ishte në këtë pozitë, qëllon. Nga 3 tentime, 2 i kishte realizuar, edhe njeri sakt, pika e 6 për 5 asistimeve që i ka bërë Lovre Bashic. Sakt, edhe në të dytën, kemi zëvendësim, Reese dhe Kastrati në loj, 24 sekunda. Ullën Morina e Shoshi.
32-35. Aksioni zgjatur me gjatë si skuadrës së Sigal Prishtinës, shkojnë deri në fund. Ndaj gjithçka Burns. Personale Rees. Personale e 4 ekipore e skuadrës së Golden Eagle Lillet. Ndërsa kemi time-out kërkuar nga banka e Sigal Prishtinës. Ishte në epërsi Prishtina deri në plus 14, megjithatë gradualisht e pam skuadrën e Golden Eagle Lillet të rikthehet në lojë dhe tashmë vetëm plus 3 janë kryeqytetasit. 7 sekunda. Do të jenë deri në përfundim të pjesës së parë. Shohim a do të arrijnë të e shfrytëzojnë time-outin. Atëherë 7 sekunda do të ketë në dispozicion skuadra e Sigal Prishtinës. Shema do të arrijnë të konkretizojnë këtë sulm. Fundit Ariana Zemi të rikthen topin në lojë. Burns deri në fund shkon, realizon. DeAndre Burns me pikët e tij mbyllet edhe pjesa e parë. 32-37 arriti të kalon lehtë Joe Rees, i cili nuk pati mundësi të ndalë playmakerin kryeqytetas. Një lojë e baraspeshuar në qerekun e parë, pas pati iniciativën skuadra e Sigal Prishtinës që u shkëput edhe deri në plus 14, gjithsesi e pam gradualisht të rikthehet skuadrën e Golden Eagle Lillet që shkrin deri në 3 epërsin e bardhë e kaltërve, ndërsa me pikët e DeAndre Burns përfundon edhe pjesa e parë 32-37. Më të dalluarit tek Prishtina me 10 pikë ishte Bailey këto 20 minutat e para, ndërsa 5 pikë tjera i ka shtuar Kramer, teksa në anën tjetër tek skuadra e Golden Eagle Lillet pikët janë të shpërndara, teksa më i miri është Rees me 6. Shkojmë disa minuta marketing, por do rikthyer me pjesën e dytë.